tregosh vlerat e tua sepse të mysin. Shiko, janë të aftë shumë për pjesën që të jenë toksik, të jenë njerëz të quhen psikovampir. Psikovampir quhen këta, harin të thithin energjinë, bro. Okay. Të them të vërtetën, kam rastis shumë me njerëz të tillë. Domethënë, unë besoj shumë te energjia që më përcjellin njerëzit. Jam shumë kështu edhe e dalloj direkt kur tjetri po më merr gjithë energjinë ose që ka një energji shumë të errët rreth vetes. Edhe gjithmonë stepem ose nuk bëj dot sikur hajt mo, edhe prandaj shpesh si thua dështoj në punët që dua të bëj sepse nuk shkoj mirë me njerëzit, domos andej. Kurse këtej është diçka tjetër, këtu secili shkon punë vet, nëse je i aftë, bën atë që je i aftë, tregon aftësitë e tua. Unë për shkakun s'kam treguar kurrë në Shqipëri, anën time që unë shkruaj shumë. Seriozisht? Dhe lexoj shumë, po, kam shumë poema zakonisht. Oh, nice. Jo poema dashurie, se ato i lam nuk puthem, po poema në lidhje me jetën. Dashurie s'ka problem. Ke bën një libër me krejt poema? I kam në notes të gjitha dhe shpesh edhe shoqëria dhe me ngushtë dhe familja ime më thot bë një libër, thot se është shumë e lehtë tashmë, po çdo gjë është e lehtë. Na duhet një gjë me energji pozitive për ne. Po varet çka ka shkruar ose Bruno pak a shumë nuk shkon gjëra pozitive. Jo,